secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdojnë shoqëroni me Koha Vizionin dhe me Klan Radio. Është momenti që këto orë në vazhdim e i kalu së bashku duke prit edhe bashkëpunimin tuaj për pyetjen e ditës së sotme të njëjtën kohë duke prit edhe me na informu për pjesët e ngarkuara në komunikacion, na tregu se cilat janë ato. Në 049978978 ju presim për informata rreth komunikacionit dhe për telefonatat e juaja. Përshëndetje gjithve edhe nga ata që më qatë në kohët. E di pse. Përshëndetje gjithve, uroj që jeni mirë ku të që më na dëgjoni. Uroj që keni pas ditën e mirë deri sot, po një ditë pa shminga, një ditë pa grem heq, një ditë kallomoç. Kjo jam unë. E ka bo për me ndryshu, domethënë, me pas ndryshime. Po më duket se është e premte, ndryshoni diçka, çe? Kush më ndryshu? Kështu na. Aha, okay, jo. Po ç'është është kur qellojnë kanë gjegjet e dasmat masim. Ja ka nis domethënë kjo na. Klak, po. Ja ka nis, a? Ka nis. Dikon, se jo gjithkon. Okej. Nëse tema për sot është kështu, ka të bëjë me punën, është vera, domethënë secili prej nesh jo të gjithë pritojnë me punu, edhe kishim pas qef me bë diçka tjetër në vend të punës. Por me që nuk kemi çfarë pa punu, cila kish me qenë ajo puna ideale që bujna me bo gjatë verës, ose e kishim bo me shumë kënaqësi, me shumë lezet gjatë verës. Ti çfarë pune kishe bocim gjatë verës? Unë jam të e bo. Je të e bo. Edhe unë jam të e bo, ama kisha pas qef që të punë që jam të e bo me e bo dikon afër në plazh. Domethënë që të punësh me shku dikon më zhvendos jashtë. Mush vendos me rrota, vrrt me shku afër detit. Deri në zog, deri te zogu. Veç pak me të fladit. Edhe me majtë, me mirë kish me se. Ose kisha punu me naj ishull, rojtare. E ishullit ta? Se këshilon me i kërkona. A më në atë periudhën ku s'ka turizëm, kur është ishulli vetë, që atëhere e kësha punu me rujt ishullin. S'po menon me bo pare, të më thonë, kjo është vishtu menu një punë me u knaqë, po kuptën. Po, unë e kësha marrë rukëcim, edhe të e rujt ishullin. Okej. Lutje është kënga që po vjen nga Kanita. Edhe po e dëgjojmë këtë këngë, pastaj po rikthehemi, po ju presim me informatat rreth komunikacionit dhe me telefonatat. Mirë se erdhët. Ashtu atë po presim pra informatat e juaja rreth komunikacionit. Jemi drejt për drejt në glamradio.fm, në koha.net, në Glam Radio 86 YouTube, për dinin Koha Vizion dhe Glam, kështu po. Pra keni shumë mundësi për me na ndjek edhe për juve që ndoshta nuk doni më u ik as një minutë, sa YouTube-in edhe na shihni. Petrol Company na tregon se derivatet më të mira i keni me çmimet më të mira në secilën pikë tek Petrol Company, por përveç derivateve ata e kanë bodhin lojë shpërblyese dhe ju që rimbushni makinën me më shumë se 10 euro derivate keni me pas mundësi me fitu një prej shumë shpërblimeve që i keni atje, ka udhime, ka vetur, e shumë shpërblime të tjera që mundri me i pa edhe përmes rrjeteve sociale. Mos harroni mu bë pjesë edhe komunitetit në Viber, në Facebook, ju shuni ju dërgojnë linkun edhe mundri me pa qysh janë çmimet, qysh janë gjitha ofertat e Petrol Kompanis. Sa i përket komunikacionit, po shihet e ngarkuar pjesa poshtë Veternikut për mirëqasje të rrethit duplex në këto momente. Rruga Ahmet Krasniqi nga Arbëria për me shku tek rrethi prapa stadiumit është pjesë e ngarkuar, si dhe po shihet dalja nga Prishtina nga AKI-a deri tek rrethi i zonës industriale për në fushë Kosovë është pjesë e ngarkuar në këto momente. Që fillon telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Faleminderit, kush na përshëndet? Që kush? Nuha. Hajde nu, qysh je sot? Moti sinkronizon. Mirë me ju si gjithë, shumë mirë. Vjen mirë. Nu. Faleminderit, edhe ju po na kënaqni neve çdo ditë. Hajde tregom tash ti cila kish me qenë ajo puna më e mirë për verë. Çka kishe punu gjatë verës? Puna më e mirë për verë kishte me qenë vitet 87 kur jam kon në Kamenov, mirë mbajtsi plazhës tur kur e kem pas Kamenov. Ai pas ke boçet punë që po kom qef unë, ha? Po, aty me gjithë shef isha shku një 3 muaj tash kësha. Se edhe unë u shpreha vullnetare. Edhe unë shpreha vullnetare Cima na ishull me rujt. Dëshira jo. Cima e ka një dëshirë, besa që tash pesho besime e ka shkruar një përgjigje po m'pëlqen. Besem edhe unë isha, jo, s'pe them, nashta na thirrën telefon se shumë e mirë. Nuk e përgjigje, thonë gjithë përgjigjna e para, bile japi ditë ndryshme, puna jam ç'kjo që po bëj, është punë ideale edhe verës, jashtë dikun. Punë tjetër që kisha bo verës
Nuk e di, nashta e kisha bërë. Edhe me naj pishin kisha rujt. Kisha punu në far klubi, muzika ne këtej. Se bota atmosfera e mirë. Ja, cikën e isha shku në Bregdet në Nurqen atje në Kabenov. Ja, be se isha shku në Nurqen. Ose naj që shtu dhe naj klab në Bregdet. Po ata i kishin rrit çmimet, e petë shazlonave këtyne i kishin trano. Në atë kohë cime kina pas edhe kuzhinën, e kina pas krejt. Të natë mirat. Të natë mirat të nu. Nu të përshëndesim shumë, faleminderit që na ke thirrë. Hajde, faleminderit. 049-978-978 edhe një numri joni i telefonit, edhe një punë tjetër që kisha bosh, një mbledh kapakët e Go Plusit sim. Ha? Që kjo punë? Edhe, po, i kisha mbledh ata që nuk e din ose nuk i shfrytëzojnë, edhe i kisha qute loja Go Plus edhe me fitun një avatar. Edhe tani me qatë kerr, pedenti ku kisha shku. Ku si shë shku e fion? Tri detit në deti. Po, do me thonë me një mbushje një plazh, me një mbushje edhe ditën e mirë, po. Kështu që konsumoni Go Plus, freskoni gjatë kësaj vere me pijen në numër 1 energjike që është në vend, edhe me një pjesë në lënë shpërblyese për një avatar 12. Alo, përshëndetje. Okej. Kjo telefonata është zdi çka është puna e saj, zdi pse nuk folet, në të paktën një herë respekte. Besem përgjigja shumë e mirë, vish po të pres me na telefonu se do më thonë pjesën e parë si lexojna mesazhet, nashta na telefonon se po më pëlqen, do më thonë është bashkë ashtu çast si përgjigje që po presim na, se ju bashkë sy serioze, do më thonë që po na japin përgjigje serioze, po na tregojnë se janë serioze. Na kena qef pak me lidhë dhe me hajgare edhe me imagjinat. Kështu që kena dëgjuesit shumë serioza. Serioza, ja, idenë qysh e kanë që ashtu sikurën e, do më thonë, serios. Që vjen ajo fjertë në mesazhe kallzam. Qasja për tek rethi isha Glavicës, çto fjertë që ka qu besimi isha shku me ta. A është për mu? Bën edhe për ty. Okej. Bën edhe për ty. Çfarë ka me ta përmend një punë shumë interesant. Hajde vazhdo. Qasja për tek rethi isha Glavicës është e ngarkuar me kolon gjatë, për ata që po vinë në drejtim të Prishtinës, po shihet pjesë e ngarkuar. Po mbetet e ngarkuar pjesa nga Vetrniku për me dal poshtë tek rrethi duplex, Mjoqas rrethi duplex, e ngarkuar në këto momente është edhe pjesa nga bulevardi Bill Clinton tutje për tek kryqi i katedralës. Këto janë informatat, përndryshe shumë më qetë se sa që kena para mendu që ka me qenë. Edhe po më vjen shumë mirë, kjo po tregon domethënë që shumica atyne kanë shkuar atje te veni ku po thojnë ana me punu. Thash një profesion që më pëlqen, një punë që më pëlqen janë këta të agjencioneve turistike punon njësit që paraprakisht nuk e di, a shkojnë sezona para sezonës, shkojnë vizitë në krejt rezortet më të mira me cilët kanë me bo marrëveshje, ashtu? Po, e kanë domethënë është një fakturë, po, e kanë një fakturë, po shkojnë edhe gazetar. Po, shkojnë. Diku shokon janë dy. Edhe po i vizitojnë hotelet, para më i vizitojnë hotelet edhe mandej ku shkon ti në agjencion, edhe kime fol për X hotelin, për shembull Glam Radio me 5 yje, unë e di me të tregu për çdo pikë, për çdo detaj për atë hotel. Që çdo kot çka ofron, çka s'ofron, çka përfshihet, çka s'përfshihet. Edhe është kogjani far punë mira, çdo ditë, çdo 2 ditë i ndrojnë hotelet, shëtisin krejt pa fare. Po, domethënë, nëse dikush pak e lëshon dorën, po do domethënë shoj. Po për ndryshe edhe mëson shumë. Edhe mëson shumë, domethënë din tani çysh me zgjedhje për botën e turizmit, për botën e hotelierisë, gastronomisë, son pak sene. Për ndryshe për juve që doni më apo vetës një qësi tripi, po një qësi udhime drejt Gjermanisë, Vistës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit. Mos harroni Prishtina-ticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike. Prishtina-ticket.net nëse doni me rezervu. Alo. A vesh po me çka po ndodh? Vesh po duhet me një çapo. Çu prishë telefoni, domethënë tu e moj çash ngace. Edhe na ljazonin pak vite. Po ja ka kthy televizorit ta? Po na ljazonin pak. Se po do të më hap, se po mendoj që mund të na telefonu dikush tjetër edhe po do të më hap. 049978978 po ju presim me telefonata me na tregu se cila do të ishte puna ideale në verë për ty. Cila kish me qenë një punë ideale që e kishe bo sezonën e verës, nëse do kish jap mundësia me punun me një sezon, edhe me thonë zgjedhë një punë, cila kish me qenë që ajo punë që e kishe bo, mundesh me na tregu në 049978978. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, si mirë veti. Po, mirë vetë, si kalon? Mirë, faleminderit ju sjeni. Mirë, faleminderit, si ke pas ditën? Po mirë, sot është fest këtu, kena. Çka ka, çfarë feste?
Vallai arsim është një fest, as vetë nuk e di se shumë ka festa këtu. A dhe ju keni qashtu shumë pushime? A dhe ju keni shumë festa? Shumë ka, edhe si vjetë kanë ra bashkë kështu ditë të javës, se vjetë kanë qenë shumë vikende. Do me thonë pushime pas një sot, Zvicra qenë ka në pushim. Po, në disa kantone, jo krejt. Cili kanton, ma saksisht? Po ne ishim në kantoni Friburgit, e kemi... Okej, se për ata që përna ndëgjojnë aty. Hajde tregona mirë vetë lutna, cila kish me qenë puna ideale për ty gjatë sezonës të verës. Dhe se tu kish jep mundësi me bo një punë të verës në sezon, cilën punë e kishe bo me qef? Po, kisha fol pak për gjithësi kështu, jo e krejt i shkoni mirë, do një herë verës me bo një ekskurzion, jo, e me kej dëgju se paka shumë njifmi krejt. Se njëmi që sta vjetë ndëgjojnë do me thonë ti po thunë na me bo një punë, na me bo një punë, me organizu një ekskurzion, mi mush një 7-8 autobusa, edhe mi bo do destinacione. Ose te prata, 7-8. Ja, një 7-8 autobusa, jo, po disa. Ja me një nuk nisna. Ja me një s'nisna. Jo, një 2-3. Okej, 3 bën, nër 3 zbën. Në 3 zbën. Jo, për një mes ta i gore, po, i shkon mirë kështu mu vlet njerë krejt bashkë verës, edhe me bo 2-3 ditë pse jo t'ikon. Okej, si punë që si ide që do e kina shenu, edhe nëse na e për rastin e herë për me menu me bo këta, kina me thirë me bashkëpunu. Po, menaxhere projekti. Po, ti me marrë menaxhin projektin, unë e Fiona me ardhë aty. Na veç më knoq. Ose bajun ju preskas disra, edhe qashtu ju milet në njerëzit, kush do në ardhë, pi Gjermanis, pi Zvicrës këtu edhe... Edhe kjo ide e mirë, veç, na shkum, kush do në ardhë, hajde. Po më pëlqen kjo. Okej, mos tuj që zvina. Faleminderit që na ke thirr. Kalofshi mirë, ju presme, jeni të mësadët. Faleminderit. Po ndryshe po na ka shkruar dikush po thotë më me thirr, po mundesh me thirr, po veç me njerëz mundesh me marr lidhje. Ndosh me thirr disa herë për me arrit deri te linja, edhe me dhon përgjigjen, për ndryshe e pash që e ke shkruar përgjigjen, po veç në pjesën e dytë kena me lexuar përgjigjet. Kështu që Afërdita dhe gjithë ata që dojnë me na telefonu, duhet me tentu disa herë, për arsye se po është ngarkuar me pak lidhje. Çe telefonat e radhës. Alo, kush telefonon? Përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Fadile. Hajde Fadel, prej nga për na thirr? Prishtina, që të më modhe në kësë. Prishtina për jetimeve. Kena me fol pak edhe për këtë konferencën e digitalizimit që u majtë, se kryqëteti kështë bo plot postime, ka qenë edhe IPCO në mesin e tyre, që kanë prezentuar një ide, super ide, kështu që për krejt këto kena me fol në vazhdim. Fadel. Po, na bënojnë për të ekskurzion që thatë marët. A je për? A je për? Po, më Ku kështë pas qef me shku në Zvicra, na i qytet tjetër, na i shtet tjetër? Zvicrë bëhet harç. Ku të është mas mirë të ka shkënë jo në sharë. Ta të shkojmë na dhe ti mas neve. Veti soti. Okej, me kanë, po dhe veti soti. Unë e si me veti 100. Na 200 na. Shnes është më mirë. Okej dhe, unë po pyes tash se ti mund me thonë. Pak që dosh me marrë dhe dikën me veti, po dhe cime. Unë po, shoqënisht më me marrë edhe ndritën. Po dhe ma mirë jo, me shkume. Jo, për najse për foto dhe për gjërimi, së është i gatë dhe dorën kërë qënë bot 2.5. Po. Na kap kështu total, si drën. Okej. Që dhe me në kështë zhjevë, jo me shku ma mirë, se në ma mirë së shirtujena, tu e shirtujena. Eshtë naja pisi ide, se me zgjithë s'kina zgjithë kusha. Po dhe me bo dhe ideja të mirë, ta e me nga të shku, me nga da e mru dhe ishe marë. Ani, kur djenë koha, kena mi të rëgu se qka që shtek. Fadel, cila këshme qenë puna ideale në verë? Në verë? Me panu dhe shka me trekti. Me trekti, po me qka kështë punu në verë? Se na e kemi specifiku verën për një arsye. Qka kish dhez verës, si pas teje? Me shpun dhejtë aty që është si ka njerë shumë dhe me shqit dhe qka. Po qka dhe qka, për shambull? Na i dorë që të pashtë. Ose na i fladitse, për shambull, asë me bateri? Pas ka me qelë një pilare kjo në plash. Po, një pilare të mirë, me poshtë dhe me bo sene bionaterale. Me qenë një pilar për shambull, me fruta edhe me shit pije për shambull, kokteje. Smoothie se shiseme. Jo, ku gjaj dini mirë pas të. Qile ma nej merë ata që i shtryll i marë të këtë është ide me mirë dhe me shëndeshme. Oke, unë në tendën tjetër pipat i shes. Oke. Po gotat edhe pipat, Fadili knejle ti marë. Unë e pi marë këtu që i shtryll. Ti, visha kësha po merë qëto që e shetë. 10 euro ish bërë, po okej. Fadil, përshëndesim e njemi për ekskurzion. Qështë,
Tash faleminderit që na ke thirr, edhe nihemi, dëgjohemi për ekskursion, për detajet e tjera. Faleminderit shumë, gjithat mirat. Mos harroni që numrin e emrit. Ja, na me thirr ty me herë, na dhe me bovi që e lajmërojna që ka mu bo, kush do me marr pjesë, let vjen. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje, ma. Kush tjeri tjetër që vjen? Kush na ka përshëndet? Me një kom është drejt kë. Batiri, ma, Bater, qyshia e mirë. Vallohi shumë mirë. Bater, nëse tu kish dalë mundësia me punu dikun verës, çfarë pune e kishe bo? Vallohi nëse kisha punu se jam pensioner. Po nëse tu kish jap mundësia, se pyetja është nëse të jap mundësia, tash ai e pensioner asje zvesim na. E respektuar stafi ju, edhe ju që të udhëhetni programin, kisha veç pare kisha të bue. E me Ty po do vka me të lona të shazlona, do me thonë mi mbledh pare. Kashier dikon. Me mbledh pare të qadrave mi mbledh. Paret edhe me dol musketit, kastën kishin po syt. Okej. Faleminderit Bater që na ke thirr, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme, ndërsa edhe një herë po duam u rikthy, mos i veç ke puna e IPKOS më u tregu se përveç asaj idesë që çka ke me Prishtinën, po ju tregoj se këta kanë bënë një super ofertë për neve që dojna me dalë me shku dikon jashtë, edhe s'kena nevojë më me marrë sima sepse e keni mundësinë veç duke telefonu në yll 345 yll 3 thurje me aktivizu pakon trep 2 GB për 10 ditë. Edhe s'besoj që shfrytëzoni ma shumë. Nëse ju shfrytëzoni edhe një herë ja bëni. Kështu që mundeni edhe përmes ipko.com me pa ofertën ose në shkunjanin prej dyqaneve mi thon aktivizom atë lutem. Po xhalecim, po të flas nga përvoja, se në ushtimin e fundit nuk më ka bëj interneti përmes aplikacionit. Në ushtimin e fundit me mesazhin që dërgova nuk pat nevojë kurrë me instalu as me nal shoje. Do më thonë gjithçka kesh me thjesht. Po nuk kanë dhënë idecim, po kanë fol në panelin e dytë të konferencës për digitalizim, ku kanë tregu për rëndësinë e të dhënave, për mbledhjen e të dhënave, se çfarë fuqie kanë edhe çfarë rëndësie kanë, jo vetëm në fushën e digitalizimit, po në çdo fushë tjetër. Edhe ka dhënë një analizë IPKO, ku kanë tregu se tash e dim për shembull kryeqyteti se sa vetura hyjnë edhe dalin prej Prishtinës për shembull gjatë ditës ose për një javë ose për një muaj. Edhe kanë tregu se të dhënat na ndihmojnë me kuptu më mirë rrjedhën e trafikut, oraret më të ngarkuara edhe nevojën për planifikim më efikas të infrastrukturës. Po ta shpresoj që këto dhëna dhe këto çka kanë tregu IPKO mi shkon vesh kryeqytetit, me ditë pak me menaxhu dhe me boni plan që kish me funksionu, se na po e dim kur është koha më ngarkuar, pin 8 mëngjes deri në 8 mbrëmje. Në 4 pak më shumë, po pak çatu jena. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona, përshëndetje. O Igone, përshëndetje. Si jene? I e bo me të marrë në greko Igone. Po që unë kom pak, një vret pak. Ajdin që sa s'ke thirë. Po s'kom pas ko, Fiona. S'ke pas ko? Ani, po m'vjen mirë, se kur më thot dikur s'kom pas ko, veç urej më kom për diçka të mirë. Për kur gjë tjetër? Po, për të mirë. Ju si jeni si qaq me rëndësi, mirë faleminderit. A ka naj punë Gane që i kështë bo veç verës? E kisha bo mënyrë vullnetare fëmijëve, për shembull në liçen ose në dete, një shkënda akullore gratis edhe lëng të ftakt. Sa mirë. I shkon domethënë ajo tenda me akullore edhe me pije gratis. Po. Po s'kan me qit jashtë tendave. Për një orë tenda kish ec e Ganës, pa pëshet që sa larg ka menu, se kish di që ishin shku me një herë, një orë ma shumë s'kish pas punë edhe kish ec. E më ditjen e kish marr bashk me ty Fiona. Unë kisha ardhur me arë këtu fëmit, me knu ose me prezantu na i sen. Ose me frigo. Po. Ose. Po, shumë arsimi. Arsimi kur zhovish po këshyr. Arsimi të shvija. Unë veç po këshyre. Kacimin e kishim bo DJ. Për shembull, po DJ se i din këto kanë të fëmijëve, përmendsh. Po, edhe këto gumat janë fry fëmijëve atë. E aty nuk di ç'a them se s'ka shumë frym. Çka me bone, çka me fryun? Me fry guma, po nuk ka shumë kondicion Gane. Po. Me gumën e dytë kish. Aha. Faleminderit Gane, të përshëndesim, kalofsh mirë. Mirë se na erdhe, mirë se na u riktheve Gane. Ciao, tung. Ju përshafoj. Faleminderit shumë. E para se me shkucimit e komunikacioni, mos harroni me shku edhe të Enza në Çaklavice, keni showroomin e jashtëzakonshëm me mobilje që ka vazhduar edhe me oferta, tash edhe me ofertat verës ka më ardhur shumë shpejt. Kështu që siguroni sidomos ju që jeni në rimodelim të shtëpisë apo jeni të hyjnë në shtëpi 3, shkoni në Enza edhe gjeni mobiljet më të bukura, më kualitative, plus e keni edhe Jatash Bedding, linjën e dyshekëve të jashtëzakonshëm.
Komunikacioni për na tregojnë se qasja për Tekrethi i Çaglavicës është pjesë e ngarkuar, po vazhdo me qenë me kolon, pastaj e ngarkuar është edhe nga udhkryqi i Menzës rruga Agim Ramadani për tek komuna, si dhe ana Sjelltas. Alo, përshëndetje radhës. Faleminderit shumë, përshëndes edhe me ty. Për ndryshe, kanë ardhur disa përgjigje, po edhe njerë piri kujtese po shkruajnë atë që kisha pse s'pi lexoni. Përgjigjet i lexojna vetëm në pjesën e dytë, në pjesën e parë ju, pas orës 17 glamradio.fm mundni me dëgju krejt përgjigjet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje time. Kush na përshëndet? Teuta. Si e Teuta? Mirë. Çu shke kalu? Mirë, super. Me ju bëj gjithë mirë jo. Po më vjen shumë mirë. Teut, cila kish me qenë puna ideale verës për ty, për sezon të verës? Cilën punë e kishe bo me qef? Me qef e kisha boj, kisha marrë këtë fëmijë e mahallës, e kisha çu në bazen dikon çdo 2 ditë. Me qef çdo. Do më thonë e kishe bo që punë. Në shpenzimet mia veç mi knash, mi pladit. Po më pëlqen? Po më pëlqen. Kogja përgjithësi se... Po përgjithësi e madhe, po kjo për rrezikon. I kishin i mu. Për gjithë qef i kisha marrë, krejt. Okej, faleminderit që na ke thirr. Faleminderit qoshe, faleminderit juve. Kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Faleminderit. Në shta këta dashameret që kanë mundësi kanë kohë, au kolla, merre për çto. Merre për çto. Edhe pse do të thonë krejt ju lshu, po. E çka voni me sot me çto? 34-shin? Jo kur e ka dhënë dikush një përgjigje shumë mirë, thash kishte për na telefonon, po për punën, next. Thash mos po na telefonon se ke përgjigje e mirë, domethënë për sezon verës çfarë pune e kish bërë. A do të bëj diçka me konstituim? Jo, kish punuar se ata ka 3 minuta nditje. Super punë. Kom bësher një ditë një mim që kullën fresh e kishin bërë domethënë për çit punën e kuvendit, ka shumë fani, po tash të më thon se është plus 18, veç ka domethënë shumë çesharake. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Iku. Derisa të vjen tjetra, këtë punën e kolonës moj kemi bo histori, edhe ka me vazhdu edhe për shumë vjetë më mdokët se qysh ka nis me funksionu këta qeveritar ton, nuk ka muzit kur gjon këtë vendin ton të dashur, vetëm vullneti jon nga dashuria që kena për popullin mundet me na çu pak përpara, për ndryshe, Mos harroni Ventura Motors vazhdon me ofertë nëse e bleni një motor deri në 125 kubik, keni me i pas derivatet falas për një vit. Për shembull, nëse e blen Vespën sot, deri në vitin tjetër, në të njëjtën kohë, derivatet benzinën e ki falas në çmimin që e blen Vespën. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Një dëgjuse ka Podjeva. Një dëgjuse nga Podjeva. Hajde dëgjuse ti tregom çfarë pune e kishe bo verës. Cila kish me qenë puna ideale në verë? Ka shku në Ulqen. Me shku në Ulqen? E çka me punu në Ulqen? Me najt po punon njëri atje. Çka me punu në Ulqen? Mos na dëgjo përmes televizorit, lutna, dëgjuse. Okej, hajtë pelojna me shku në Ulqen, se dhe sot me not. Ulqen. Na nuk po thojna ku ishi shku. Na po pyesim. A ke shkuptuar? Po. Ja falim. Na po pyesim, bani që bia rikujtojmë edhe një herë. Na po pyesim cila kish me qenë puna ideale, një punë që kishim po. Thonë me punu në Ulqen, po disat me not, me na ngu përmes televizorit. Jo, ajo boll mirë dikë. Thonë po shkoj gjatë në Ulqen, tha po rri pak, po knaqna. Po çfarë pune ishte më punës? Jo, na po thojna me punu verës, se kryesisht dhe më thonë verë na e shohin. Po për ndryshe ka shumë biznese ose shumë lloje të punëve që e kanë sezon verës. Më thonë, punë ideale verës kish mujt me qenë edhe me knu në përdasma. Shkaj zoni, me shqip kustone për dasma. Mas nej, po me bo gjirime në dasma, së është shumë e mirë, më thonë është sezona që e kapin ofertën. Po për ndryshe, na si shtu po vesim, një punë që kishim menduar që ja vlen me punu për 3 muaj ditë verë, pa u dal, edhe që kishim qenë fitim prur se edhe ishe knaq. Edhe si ishe lodh, shumë mos ishe lodh, pa kishe bo shumë pare. E lodhshme është kjo puna se që pe marr për kamerman. E lodhshme është pak po dhe knaqen, se i kum pa shpesh i livritin krat. Do më thonë, ka pak e livritin krahin. Alo, përshëndetje. A mo e bojnë vish për mu shpi pak? Përshëndetje edhe për ju. Ku je joz? Ka dhe që tu jam shef në hije. A ki hije në mirë, vile? Po s'ka dhe për maraka. Po më vje mirë, a është e arës, a e kujna? Dudit. Jo, së është të si, ka të betë për e temë këtu. Okej, thash mos kine e pararë, që apo dijune. Joz, cila kish me qenë puna ideale në verë për ty? Qfar punë e kishe bo? I zinë që në pak i ku përgadisht të dasma, i kisha përgadisht në cilin matë valë mo.
Okej, do më thonë punë ideale për ty verës kish me qenë me organizu dasma, apo? Po fitim parlament të tregoj, a? Fitim I mirë është, a? Shumë fitim I mirë. A ke organizu dasmën në najkujna najherë? Masi pedel? 4 vjetën e kom boshit. Seriozisht, edhe qysh e organizeshe një dasëm, unë po du mu martu, nejse. Po du mu martu, edhe vite ti thome ma organizu dasmën, çfarë shërbimi u mjep ti mu? Po shumë thjesht, me të tjetër nuk bo shumë thjesht. Dhe sa pare e kitë. Se ishtë dashtë me të zgjedh ty mas pari, shtrot pyetja. Jo, pse me dashtë me zgjedh mu, unë e nuk e kur nuk e kom komplikua. Edhe e kom po me zemër. Po çka më ke ndimu ti mu për dasëm? Çka më ke ndimu në organizim të dasmës? Unë të nëse të kom përgatis. Pe ja, se I nxhe. Komplet. Ti shka ki dashtë ti. Muzikën, ushqimin, lokalin, ma gjon nusën, krejta, po? Ja, nusën. A vesh nusën jo, po ti the krejt prej as dhe në zhë dhe më thonë? Ja, ti ku vishe vjen nusën për veti. Okej, po do më pse thonë... jo edhe shashtu kish bo? Do me pas nusën, mi pas parët, edhe me shku te joza. Po. Edhe me argjit, unë ta kisha përgatit me qefin mas me krejt çka duhet. Sa shmimi I fundit? Për një dasëm 250 persona, sa është mas thjeshti që vjen juza? Unë nuk po du mi dhonë çmim vish unë ta kisha bo me gjitha të mija të thët. O, letes po do. 30 euro. 30 euro për persona, po? Për person ta kisha bo. Okej. Nuk I kisha ikë në komplikime. A vërë është kjo fare se e pe I bojnë me këto dekorimet e këtu absolut. Ja me çfarë dekorime, hajde saj dekorimet isha njeri 15 minutat e po. 7500. 7500 kur gjasë janë. Po qito 7500, a vjen edhe muzika a pa muzikë? Ja, shumë me marrë shumë në punë është, me që ato shka mund është më morë Ka dalë, ka dalë. Do është ta me të organizatori. Ta ashtu nëse isha ka në organizatori prej ftesave, ja kësha njëse të nalë. Ti kësha thonë, ka me ti bo ftesat, me ti dërgu ftesat, ka me ta pru muzikën, ka me ta bo restoranin, ka me ta zgjidh menyn, ti ka me ta pru veturën me të cilat ne e knej, ti vish ki me nejt. Ja, ato vera, janë ato djenë shka me të tjetë verët. Po si më marrë me qëta, se nuk dhe diknoset. Ideja mirë, Joz, ideja mirë. Bile, edhe une Fiona e këshu më dhesh dasmën. Se ta është përmarrën a njerës me dhesh dasmën, pse jo? Po, ata osterat që I ratojnë mësafir, të regojnë kur është koha e muzikës, e darkës, e tortes, e... Kura koha me shku në shpe, me qitë bakshish, e krejt, do më thonë, une Fiona e këshim moderu qëtë pjesë. Mos harroni se balla ki kamer hoa. Hani o kuri, u bo. Sves Diamond Hotel Prishtina, faleminderit Jos. E ndritin kur ta martojnë. Atina, mos varte, ato jashtë ikon me DJ, me Shamia, me Shamiat. Faleminderit, po të përshëndesim, kalofsh mirë. Tung, sepse do është ta më thonë që në Swiss Diamond Hotel Prishtina I keni do salla për evente tilla për juve që dëni me bo fardasme, apo di fejese, çka do qoftë, edhe ato sallat mund të mu adaptu për sa persona I keni. Përveç shërbimit e ushqimit e këtyne që s'kena çka me fol, aty I keni edhe ato spate mira, kur ti merrni musafir ti thonë që janë 20 piuve piu dajna, se kena tani edhe një nej poshtë atje. 038 22 0000. Po shkojnë aty në Albi Mall, por I kthehemi vetëm pas pak. Rikthehemi edhe njerë me ju informu juve që jeni në përvetura dhe doni me ditë se ku mundeni me I marrë derivatet më të mira te Petrol Company me çmimet më të mira në secilën pikë te Petrol Company mundeni me shku me marrë derivatet më të mira me çmimet më të mira, edhe kur të rimbushni makinën me më shumë se 10 euro, ju bëheni pjesë e lojës shpërblyese. Ka shumë shpërblime që po I dhuron Petrol Company. S'ka veç me shpenzu, kanë herë duhet edhe me fitu te Petrol Company. Për ndryshe sa I përket komunikacionit, po vazhdojmë e po presim informatat e juaja. Na kanë treguar se në këto momente Fush Kosova është ngarkuar deri te krethi I Fush Kosovës, pastaj e ngarkuar është pjesa poshtë Veternikut, po mbetet me kolon në drejtim për te krethi Duplex. Rruga Agim Ramadani nga udhkyshi Menzës te komuna Dhana Sjelltas është pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë dhe informatat që kanë arrit deri në këto momente. Ne po presim na treguese cila është
puna ideale për vetë. E lexova mesazhin e Besimit. A e pe? Besimi që për këtë punë, lloj pune që po ofron ti, ish dash me shku në Itali. Edhe ish dash me ndonë te kanun e kan. Ja, s'ka atë. Ja, kush ti ta bën? Jo. Jeni aktiv. Unë kisha zgjedh klientelën, ama po më intereson dorën sa e kish bo. Komplet trupin ja, me shpinë ko. Apo do në shpinën drejt e krata drejt e shopa. S'po di. Me asi për para për masë, domethënë që aty kam shumë pyetje Besim, kështu që lutem therrëm se kam shumë pyetje për këtë lloj profesioni. Super biznes. Super punë kish me qenë. Amo mas kësaj si ekstra shërbim edhe fladitjen e kisha bo. Ata që ju ndjek, po me ujë kështu ka pak. Ka cilësh në për plazh, si punonjës si plazhës kanë bravo Besim. Amo dosh me na thjesht, se duhet edhe tjetër. Po mi stërpik kështu me dura, sa fash në pajisje diçka interesante që është ndonë ujë. Si me 5 blesh që i thonë. Okay, po. Edhe më mirë, më efikase. Edhe Besim do të meni krejt këtë ide tonën, se nashta a thu që Shqipënia e bën ai kush këtë punë. Ata çfarë janë e bojnë edhe ata. Si ka shku me anja se e kishin po. Se kanë ata besimin se Besim. Mos thirr se na merr në qafë krejtve. Alo, hajde, kush është te unë? S'ka lidhje bre. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? Një zoj nga Podjeva, nga Pesion. Shumë zoja pas kam Podjev sot. Hajde tregom ti cila ish. Ka zonë emnat. Po dhe. Po stip se të Pesion zoja. Nuk na tregojnë emnat. Normal. Okej. Tregom cila kish me qenë puna ideale në verë. Puna ideale në verë kisha pas dëshirë me shkuet të konet në Gjermani e mja oprit para pushimet. Me najt 1 muaj ditë. E qa me punu atje? Veç me najt më shetit. Ja, na po pysim çka me punu, puna, cila është puna ideale në verë, jo ku kishit shëtit në për verë. Se me anisa ashtu e kom listë në shumë gjatë, unë ku kisha dash me shku. Normal, puna në verë është në pregadit ishimet ftafta. More, ti nëse tu kish donë shonce kisha gatu diçka. Po, me tu donë shonca me im pun dikon verës, një sezon të verës. Çka kishe punu? Shikjo pyetja. Kisha punu për ëmbëlsira. Okej. Bon edhe kjo, ëmbëlsira për dasma. Është punë sezonale. Okej. Faleminderit, përshëndesim. Unë kisha punu në fabrikë të Zotit. Fion. Po. Ato se tash ata kanë shumë produkte, po e kanë edhe këtë protein line-in që ka nevojë njëri verës për të marrë më shumë proteina. Dhe kisha ndaj që thotë protein line-in, s'kisha livrit pisojna. Edhe gonës ja kisha qudo, te tenda e soj. Se pak në dhuru. Po, aty putinga për fëmijë, gjithë shka ka. Okej. Te akulloret edhe të pije që tha, ja kisha që edhe Zoti. Okej. O, mos ju nxofshin ata plazhë se s'ju kanë lënë mi. Alo, përshëndetje. Plazha publike tim. Po hiç, as aty si lojnë, thonë, i ka tjetër se jeni duke na marrur punë. Nese, komunikacioni edhe njerë për ata që na kanë dërguar, na dërgoj dikush një foto fatoni. Po faton ku është kjo pjesë. Okej, qasja për te Kullkryqi i katedrales po shihet e ngarkuar nga bulevardi Bill Clinton. Është pjesë e ngarkuar. Po, pas ka arrit sot Bajagimir, domethënë është pas te Kullkryqi Santes aty, edhe po shihet që afër është u shku. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush më na telefonon? Nazmi, si kalon? Mije, faleminderit sa dhe kem festë, u knaqëm të najt. Do më thonë edhe ti, po të kap ka që ajo pjesa e festës, apo? Po, prej mëngjesit dhe në mbrëmje. Po më vjen shumë mirë. Cila kish me qenë puna ideale, Nazmi? Se më të elshu ishtu një klim. Puna ma ideale kishte me qenë me shku në plazhe me shita akullore, kështa. Puna ideale, për ty në verë, do më thonë kish me qenë me një plazh me punu me shita akullore. Po, me shita akullore, konë së përë. Ma e lira. Por na? Akulloria ma e lirë, sa i shkon? S'ka mu akullore të lirë. Se në plazh, do më thonë një kuti me kumla. 5 euro për pjetë. Një paku me kumla 5 euro të shesin. Po, tash apo do në plazh me angër, me pame nga deti. Po, normal, do me ungër për lezete aty për qefi. Po, të në tipa 5 euro akulloria, okej. Me të ardha ty të veni ku je në rëshadër, në hije me ta prute, 1 euro. Të shkrime atë ngrime? Të ngrime? Qështë kishe dartë. Nëse do në shkrime fale e vishpak, jashtë edhe në bota më. Hajde Naz, po përshëndesim. Hajde kalofsh i mirë. Faleminderit Naz. Kalofsh mirë. Kjo, 5 euro, po normal 5 euro akullor, po do në bashkë aty me angër. Po dhe, mire ko.
Jo, more, mos baj gore. Hajde edhe pak minuta jemi bashk 049-978-978 edhe ujrogove me pas shitësi. Ja, mos i kisha shiti, kisha dhuru edhe në falas. Ato paketimet e vogla. Kjo është 0.5, ato 0.33 që jenë simpatike. Ju mi dhuroni mua falas, ndërsa në kujdesën për tjerat. Okej. Alo, përshëndetje. 5 euro ta shet kë. Po shqyqë. Alo, përshëndetje. kush na përshëndet? Sinoni nga Prishtina. Po qyshje? Wallahi mirë, ma të pështum për kolone që tash mirë. Ku je për momentin? Për momentin, pa po kalova rrugën marrë fejt, veç me helikopter të s'po që datë. Okej, sa minuta mete aty? Për mi 30. Për mi 30 minuta, me u kyç ka marrën fejza. Që po i bjen prej rrethit aty. Prej rrethit spitali, po prej rrethit plamurit, po logarit deri të marrën fejt paket kolonësht. Okej. Së është me rëndësime në zhuat. Më me kalu bashkë të rrethit të farmedi, që të rrethit të vivat. Okej, të Euleksi. Ta qatë, tash. Edhe cila kish me qenë puna ideale në verë? Puna ideale në verë kish me qenë mjek, 2-3 mudit që m'ja u besu mjek në par punë e vaj. Po pse bashkë në verë? Po, që tjera herët e tona, kena puna tona, po veç me provu. Okej, gjatë verës ishe bo mjek, edhe me ly njerëz me kos. Po, që për m'ja u besu tani aty në mjek, çfarë punë e ka. Ata që djegën në djel, mi ly me kos. Me kos. Na që diqë me ndjel me imrana në Nima e parë mulli me kos, e dyta me patijana. Edhe një pun ideale ku ka verës për këta që janë kolon, që tash më kujtu. Milion kjerët në lërë mi apështy ka pak. Mire ki. Po ne kësha shit libra. Apo ma shtyn kjerën dhejte rruga marrën fejza. Po ndohë që 2 herë në viti lamela po shkojnë. Po dhe që ata ta kësha shty dhejte marrën fejza, edhe ti do më thonë kishe kursy, ma kishe paku. Edhe pe me nda të dhejnë dhe në Ardani i shku diqysh. A mo kodër është kjo Prishtinë. Po tash. Shumë problem. Po do më punë. Për që ato automatiku është pështem, për që ato Toyota është pështem për kolonën e Prishtinës. Hibridi, Toyota është pështem për kolonën e Prishtinës. Faleminderit që na ke thirrur Sinan. Definitivisht, domethënë, sidomos sistemi hibrid, që është jashtëzakonshëm edhe nuk dhezet vetura hiç. Automatik ki edhe kështu me derivate, që full me derivate, me naftë ose me benzinë. Amo prapë ndot ambientin. E hibridi i Toyotës shumicën e kohës, më stam 99% punon bateri në komunikacion sidomos. Por rrugë larta mandej në për të nalë kështu din me kalum benzinë. Ashtu edhe kështu. Pjesën më të madhe e ki në bateri, edhe mbron xhepin, edhe qytetin, edhe komunitetin tonë të mirat. Plus me 10 vjet garancion, fal. 10 vjet, hiç më pak. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. O, Valon, si e? Alo, mirë, jo seni. Si po kalon? Po, mirë. Valon, tregom t'lutna, cila kish me qenë puna ideale për verë, për ty? Çfarë punë kishe po me qenë? Për mua, për këtë verë, kisha po me shërbina në stem. Do më thonë punë ekskluzivisht më thonë që nona jam çka t'ki nevoj, unë që të jam e ku marrë që të 3 muj për shëm verës, po të rigati 24 orë. Okej, po pëlqen shumë puna. Jo, s'ka punë më të mirë. Që ka dhere nona dina din, thojnë rrët djali jam se mos u lodh, se qone po heqe, s'ka me livrit non. Shumë nervozon pa pikën e nevojës. Mos livret. Fion, mos livret. Po që lullat, po që unë e kry këtë farë punë, ti vishë rre. Faleminderit Valon. Aj, çdo të mirë, kaloni mirë. Faleminderit Valon, përshëndesim, faleminderit. Tani shqiptare ja dur, kështu që po ku të kish lënë ana shqiptare me bëu këtë farë profesioni. Po kur thash, a na kish lënë, do më nova. Ditë natë që ju ka lodh djali. Po do më përshëndet mësuesen Dafina, që është këtu na ndjek në këtë momente. Edhe po du me përshëndet shumë, jo veç mësuesen Dafina, por krejt mësueset që janë të ati niveli, e që bojnë kaq shumë për nxënësit, e janë kaq të përkushtuar, kështu që një përshëndetje shumë të madhe nga zemra për krejt mësimdhënësit kudo që janë të na dëgjuar në këtë momente. A kemi kohë? Edhe një. Mësuese veç edhe nesër, a? Mas nesër ndeti, të thonë ajo, oha, u kry. Hajde mësuese. Kena për telefonat. Kam pas angazhime këto javë të fundit për shkak të aktiviteteve kënjani, po e kam bërë me shumë zemër, kështu që i përshëndes shumë. Mësuese, përshëndes. Një zemër. Alo. E qërshia, s'moj me konën së një më gjeninë më shpëdore. Çfarë qërshia ti kaktusi e po heshmu? Na i hurme, na i. Kaktusi mi to. Ja, hurme, leja. Çfarë ti kaktus është? I vogël, i rrëdh, veç me shumë benefite. Ja, kaktus. Ka të folë për diçka.
dashuria me dhimbje. Me dhimbje, tha shoja tha i rishin tha leja tha rahat. Hajde, puna ideale në verë jashtë doktor? Puna? Puna ideale në verë, cila është? Po çfarë pune ku ka punë ideale do vaj ka. Po tash dikush do të më punu verës. A ne verës si është? Dimnit hajde s'ki qore. Na do të me majt një emision. Dikush do të me punu në spital, dikush do të me punu në komun. Dikush do të me vozit në i... Për shembi kisha që u valloj. O jashtë doktor, dikush do të me vozit në jatë mirë. Po ja që me vozit që me shefti ngosh. Qiko e freka. A ti s'kishe punu veç verës, a? Ja kish posja me kon kapiten. Jatë aty. Do të isha të parë. Hajde. S'me prishe se e kom jarona. S'ban me na prish, se je i fundit, hajde. Masi po pështeni me punu, aj se po ngoj, po hi proces zdo, nadish. Bregdeta dhe qadra që janë qëtë me këshirë. Vesh miru i qadra. A kalon na i kush na i peshkir me rezervua jo? Jo, mjau hek peshkirat. Aha, të peshkirat. Mjau hek, se shkojnë i rezervojnë, ti kur që është nesër këtë plazha peshkira. Si kullësh. Qaty, që të sajnë jo, vallaj. Mësë pështeni me zë më shtali. Me lyna i san? Me shkan? Me lyna i san? Leo, ai gore do baba, pa to se bëj edhe dijrit. Të vë dur me zall tani. Ja doktor, të përshëndesim. Ishte kënaqësi. Ka të vogël bishtaqe përshëndetje. Faleminderit edhe na përshëndesim. Faleminderit shumë. Mos harroni Rubinin me vizitu, ata që punojnë aty me të vërtet janë me fat, se janë të rrethuar çdo ditë nga ari dhe nga diamanti. Që po besoj që e përçojnë një energji fantastike. Ju që keni festa, keni ahengje familjare këtë verë, shkoni në Rubin edhe zgjidhni aksesorët më të bukura dhe më të përjetshme që i ka vetëm Rubini. Shumë faleminderit secilit prej juve për kontributin që keni dhënë, pjesën e dytë krejt mesazhet që i keni dërguar, kena me i lexu. E ju deri nesër mos harroni me bë ato që duri me bë gjithmonë me hap shumë dashni, paqit, plot shëndet. Shihemi nesër, ndërkohë mos harroni me na ndjek edhe në rrjetet tona sociale. Arsimin e keni Arsim Limani në Instagram, Fiona Xhema në Instagram po ashtu, edhe Glam Radio ne keni në Instagram, bashkë në Facebook, në YouTube, edhe portalin ton glamradio.fm. Përndryshe faleminderit shumë edhe jetës që u kujdesot për dukjen time. Ne shihemi nesër, tung tung.